Pas një periudhe relativisht të gjatë ndërprerje, punimet për ndërtimin e portit të ri në zonën e Triportit ka nisur sërish, siç shihet edhe nga pamjet e filmuara këtë të shtunë. Makineritë e rënda janë rikthyer në kantierin e ndërtimit, i cili për muaj me radhë kishte rënë në një qetësi të plot, duke ngritur pikpyetje të shumta mbi fatin e këtij projekti strategjik për zonën e Vlorës. Pavarësisht rifillimit të punimeve, ritmet e punës mbeten dukshëm të ulta. Në teren vërehet vetëm një aktivitet minimal, larg pritshmërive, që shoqërojnë një investim të shpallur si prioritar dhe me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik, logjistik dhe turistik të rajonit. Një nga problematikat kryesore që vihet re në kantier është mungesa totale e transparencës. Në zonën e punimeve nuk gjendet asnjë tabelë informuese, e cila sipas ligjit duhet të pasqyrojë të dhëna bazë, si projekti i miratuar, vlera financiare e investimit, kompanitë zbatuese, afatet e përfundimit, si dhe institucionet përgjegjëse për mbikëqyrjen. Kjo mungesë informacioni e bën të pamundur për publikun të kuptojë se në çfarë faze ndodhet projekti dhe cilat janë angazhimet konkrete të palëve të përfshira. Porti i ri i Triportit ka nisur zyrtarisht rreth një vit e gjysmë më parë, por deri më tani nuk ka shënuar një ecuri pozitive. Projekti është shoqëruar vazhdimisht me ndërprerje të shpeshta, si dhe të pashpjeguara, të cilat kanë krijuar dyshime mbi planifikimin, financimin dhe menaxhimin e tij. Për periudha të tëra kantieri ka qenë i braktisur pas një aktivitet të dukshëm, ndërsa institucionet përgjegjëse nuk kanë dhënë sqarime publike për arsyet e këtyre vonesave. Situata u bë edhe më problematike muajt e fundit, kur në opinionin publik shpërtheu një skandal që lidhej me fitimin e kontratës për investimet në portin e Vlorës. Sipas raportimeve, një pensionist me kapital fillestar rreth 100.000 lekësh rezultoi fituesi një kontrate me vlerë afro $60 milion. Ngriti dyshime serioze mbi procedurat e ndjekura, kriteret e përzgjedhjes, si dhe besueshmërinë e procesit të tenderimit, duke shtuar edhe më shumë kërkesat për transparencë dhe llogaridhënie në një projekt me përmasa të tilla që prek drejt për drejt interesin publik, si dhe zhvillimin e zonës. Kërkohen jo vetëm ritme shumë të larta pune, por edhe një komunikim i qartë me publikun. Pa transparencë, çdo investim i madh rrezikon të humbas besimin e qytetarëve dhe të shndërrohet në një burim të vazhdueshëm polemikash. Rifillimi i punimeve në portin e ri të Triportit përbën një hap pozitiv, por edhe mbetet për të parë nëse ky rikthim do të shoqërohet me përshpejtim real të punës dhe me respektim të standardeve ligjore. Institucionet përgjegjëse si dhe kompania që ka fituar tenderin duhet të japin sqarime të plota mbi ecurinë e projektit, afatet konkrete, si dhe garancitë për transparencën, në mënyrë që ky investim të mos mbetet vetëm një premtim i pambajtur.